VMRO fiton 54 komuna dhe qytetin e Shkupit vlen 9, LSDM 6 dhe AKI 4, dalja në zgjedhje më e ullëta që nga pavarësia Maqedonisë së Veriut. Haqim Ramadani i Bërvenicës thot se do t'i publikoj pazaret e pista, kërkon takim me ndërkombëtarët. Në draft, raportin e progresit theksohet se Maqedonia e Veriut nuk i ka bërë hapat e nevojshëm për ndryshimet kushtetuese. Gjatë muajit tetor rreth 17.000 gjoba trafiku, 121 të arrestuar. Përshëndetje, shikues të nderuar, jemi me lajmet në televizionin Shenja. 2 ciklet zgjedhore lokale u përmbyllën. Nga 18 komuna u zgjodhen 76, prej të cilave më shumë fituan VMRO DPMN, gjithsej 54 komuna të fituara dhe qytetin e Shkupit dhe koalicioni vlen me 9 komuna të fituara. AKI mori 4 komuna dhe LSDM 6. Në 4 komunat e mbetura që nuk u arrit konsensus në rrethin e parë do të votohet 60 ditë pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale. 2 ciklet lokale zgjedhore nxorën 76 kryetar komunash. Edhe në rrethin e dytë, ashtu sikur në raundin e parë, më shumë komuna fitoi VMRO DPMN, me 21 komuna të fituara dhe qytetin e Shkupit. Pastaj renditet koalicioni vlen me 4 komuna. 3 komuna fitoi LSDM, AKI 1 komun, VMRO DPMN fitoi në Aerodrom, Bërvenicë, Vallandov, Vinicë, Debars, Demirkapi, Dojran, Karposh, Kërqov, Konqe, Koçarn, Krushev, Lozov, Makedonski Brod, Mogil, Negotin, Probishti, Prankovc, Rosoman, Qeshinovo, Bleshev dhe Quqersandev. Vlen triumfoi në Tetov, Dollnen, Dibër dhe Bogovin. LSDM mori qendrën Zërnovcin dhe Makedonska Kamenicën. AKI mori komunën e Studeniqanit. Unioni Romëve fitoi komunën e Shuto Orizares. Partia Znam fitoi Kumanovën. Në Struk korri fitore kandidati i pavarur Mendi Qyra, i cili u përkrah nga koalicioni Vlen. Sa i përket 2 raundeve zgjedhore, VMRO ka siguruar fitoren e 54 komunave edhe qytetin e Shkupit. Koalicioni Vlen do të drejtojë 9 komuna, LSDM 6, AKI do të ketë 4 kryetar komunash. 4 komuna kanë mbetur ende pa zgjidhur kryetarin, pasi në rrethin e parë nuk u arrit censusi. Në Gostivar, Vrapqisht, Qendër Shkup dhe Mavrov Rostush do të votohet 60 ditë pas shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale. Dalja e votuesve në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale ishte 41.24%, dalja në zgjedhje për kryetar të komunave dhe këshilltar për herë të parë që nga pavarësia e shtetit nuk ka kaluar 50%, as në rrethin e parë dhe as në rrethin e dytë. Ndërkohë, një fshat në komunën e Sarajit ka bojkotuar tërësisht procesin zgjedhor në raundin e dytë. Edhe në rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, dalja e votuesve ka shënuar rënje në krahasim me ciklet e kaluara zgjedhore. Përkatësisht, dalja në zgjedhjet për kryetar të komunave dhe këshilltar për herë të parë që nga pavarësia e shtetit nuk ka kaluar 50% as në rrethin e parë dhe as në të dytë. Sipas të dhënave të KSZ-s, në rrethin e parë dalja ka qenë 48.30%, ndërsa në rrethin e dytë, sipas 98.26% të dhënave të përpunuara, dalja është 40.46%. Nëse bëjmë krahasim të 4 cikleve të fundit të zgjedhjeve lokale, vërejmë një trend të rënjes së vazhdueshme të daljes në zgjedhjet lokale në Maqedoninë e Veriut, veçanërisht në raundin e dytë, ku gjithmonë ka pjesëmarrje më të ulët se në të parin. Në raundin e dytë që u mbajt dje, pjesëmarrja më e lartë ishte në Rosoman me 79.68% dhe Lozov me 77.85%, ndërsa më e ulta ishte në Kumanov me 35.70% dhe Shuto Orizar me 38.03%. Për kryetarin e Shkupit, pjesëmarrja në raundin e dytë ishte 35.33%,
Pjesëmarrja më e lartë ishte në Karposh 50.52% dhe Qendër 47.59%, ku votua dhe kryetari i komunës në raundin e dytë, ndërsa pjesëmarrja më e ulët ishte në Saraj 12.27% dhe Çajër 14.15%, ku votua vetëm kryetari i qytetit të Shkupit, ndërkaq një fshat në komunën e Sarajt ka bojkotuar tërësisht procesin zgjedhor në raundin e dytë. Në vendvotimin me numër 2444 në shkollën fillore të fshatit Raoveq në raundin e dytë të zgjedhjeve, askush nuk ka votuar. Nga gjithsej 214 votues të regjistruar në listën zgjedhore të këtij vendvotimi, asnjë qytetar nuk e ka ushtruar të drejtën e tij të votës. Në zgjedhjet lokale 2025 morën pjesë gjithsej 22 parti, 19 koalicione dhe 119 grupe votuesish, përkatësisht kandidat të pavarur. Haqim Ramadani, kandidat i Vlenit për komunën e Bërvenicës, ka kërkuar takim të menjëhershëm me përfaqësuesit ndërkombëtar në lidhje me procesin zgjedhor në këtë komunë. Ai tha se gjatë ditëve në vazhdim do t'i publikojë, siç i quan ai, të gjitha pazaret e pista me argumente dhe të vërtetën e hillur të kryetarëve të partive shqiptare. Një betejë e vërtet elektorale, një garë që mbajti frymën pezull deri në momentet e fundit, ishte pikërisht gara për komunën e Bërvenicës, ku emocionet e arritën kulmin, teksa dy kandidatët u përballën me një duel të ngushtë për pushtetin lokal. Jovica Ilievski, kandidati VMRO DPMNS dhe Haqim Ramadani, kandidati koalicionit Vlen, zhvilluan një garë që tërhoqi vëmendjen e opinionit. Pas numërimit të votave, Ilievski arriti të siguroj fitoren vetëm me 150 vota diferencë, ndërsa ky rezultat për Ramadanin është i papranueshëm. Ai ka kërkuar takim të menjëhershëm me përfaqësuesin ndërkombëtar në lidhje me procesin zgjedhor në këtë komunë, pasi sipas tij ka pasur parregullsi të shumta në procesin zgjedhor në komunën e Bërvenicës. Të nderuar përfaqësues të OSBE-s, ODIHR-s, ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të gjitha organizatave ndërkombëtare që monitorojnë dhe mbështesin proceset zgjedhore. Në cilësinë time si kandidat për kryetar të komunës së Bërvenicës, kërkoj një takim të menjëhershëm me përfaqësuesit tuaj për të diskutuar zhvillimet dhe parregullsitë që kanë ndodhur gjatë procesit zgjedhor në komunën tonë. Ramadani thosë se është me rëndësi thelbësore që çdo votë e qytetarëve të Bërvenicës të respektohet dhe që procesi zgjedhor të jetë i drejtë, transparente dhe në përputhje me standardet demokratike ndërkombëtare. Ai shton se kjo kërkesë bëhet në frymën e transparencës, së drejtësisë dhe respektit ndaj vullnetit qytetar. Ai tha se gjatë ditëve në vazhdim do t'i publikojë, siç i quan ai, të gjitha pazaret e pista me argumente dhe të vërtetën e hidhur të kryetarëve të partive shqiptare. Kujtojmë se në zgjedhjet e 2 nëntorit në komunën e Bërvenicës, Jovica Ilievski nga VMRO ka arritur të fitojë 4374 vota, ndërsa Haqim Ramadani nga Vlen ka fituar 4224 vota. 3 deputet janë zgjedhur kryetar komunash, ndërsa kuvendi duhet të konstatojë ndërprerjen e mandateve. Në kuvend janë paraqitur njoftime për ndërprerjen e mandateve të Jane Micevskit, Beti Stemankovska, Trajkovskës dhe Dejan Prodanovskit nga funksioni deputetit, pasi Micevski është zgjedhur kryetar në komunën e Sopishtës, Stamenkovska, Trajkovska në Kiselavod dhe Prodanovski në Prilep në kuadër të zgjedhjeve lokale të mbajtura me 19 tetor dhe 2 nëntor. Në vend të Stamenkovskës, Trajkovska dhe Micevskit në kuvend pritet të hyjnë kandidatët vijues nga lista e njësisë zgjedhore 1, ndërsa në vend të Prodanovskit kandidati vijues nga njësia zgjedhore numër 4. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçe nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje nga posti i kryetarit dhe pas humbjes së madhe në zgjedhjet lokale. Ai thotë se do të kërkojë përgjegjësi nga partia përmes ndryshimeve, ndërkohë në LSDM ka nisur dorëheqjet. Kryetari i organizatës komunale Konstantin Acevski u tërhoq nga funksioni dhe kërkoi edhe dorëheqjen e gjithë udhëheqësisë së partisë. Edhe në këto zgjedhje kanë pësuar disfat katastrofale, por kryetari i LSDM-s Venko Filipçe nuk e ka ndërmend të jap dorëheqje. Këtë arsyeton me atë që, siç thotë në krye të partisë, është për një kohë shumë të shkurtë.
Që si thom, na i provon. Jo, unë thash edhe herën e kaluar. Unë jam kryetar për një kohë shumë të shkurt, 1 vit e disa muaj. Vlerësoj se ajo që është bërë në parti periudhën e kaluar, pas kësaj disfate katastrofike, vjet u bë një konsolidim. Megjithatë, këtë zgjedhje janë një tregues shtesë nga i cili do të nxjerrim mesazhe dhe mësime për të ardhmen. Përgjegjësi nga vetja jo, por përgjegjësi nga partia do të kërkojë përmes ndryshimeve që siç i paralajmëroi do të jenë serioze kadrovike dhe ndryshime politike në parti. Ditët në vijim ai përmedjes do të thirrë Komitetin Qendror dhe Ekzekutiv, por do të thirrë edhe Kongresin e partisë. Në LSDM ka nisur dorëheqjet e para. Kandidati për kryetar të komunës së Gjorgje Petrovit dhe njëherësh kryetar i organizatës komunale Kostadin Acevski u tërhoqi nga funksioni dhe njëkohësisht kërkoi edhe dorëheqjen e gjithë udhëheqësisë së partisë. Podnesувам не от повиклива оставка. Jep dorëheqje të parevokueshme nga funksioni kryetari i organizatës komunale si akt i përgjegjësisë objektive dhe morale për rezultatet e këqija në zgjedhjet lokale. Dorëheqje nga posti paraprakisht ka dhënë edhe nënkryetaria Ana Çupevska. Në të Arcë është të bërë sot pranim dorëzimi i detyrës së kryetarit të komunës Nuhine Ziri i ka dorëzuar detyrën kryetarit të ri Daut Memishit që këtë pozit në fakt e fitoi me 19 tetor në rrethin e parë të lokaleve përballë Nazim Taipit të AKI-s. Kryetari deri tani i të Arcës, Nuhine Ziri, i ka dorëzuar detyrën kryetarit të ri Daut Memishit, që këtë pozitë e fitoi më 19 tetor në rrethin e parë të lokaleve përballë Nazim Taipit të AKI-s. Neziri dhe Memishi pas pranim dorëzimit të detyrës zhvilluan një konferencë të përbashkët nga ku njëri u falenderoi qytetarëve për të gjithë këtë rrugtim, kurse tjetri falenderoi qytetarët e kësaj komune për besimin e dhënë në këtë zgjedhje. Kryetari i ri i komunës, Daut Memishi, tha se 4 vjeçarin që fillon nga sot do të realizojë të gjitha projektet që i ka premtuar në fushat para qytetarëve të Arcës. Premtoi se të Arca do të jetë një nga komunat që do të ngritet në piedestal të lartë në nivel republikan. Po asnjëherë nuk është mjaft dhe çdo herë do të duhet komuna e të Arcës të jetë në nivel më të avancuar si në aspekt infrastrukturor, në aspekt të arsimit dhe në sport dhe në të gjitha sferat tjera të mundshme. Unë ju garantoj një gjë qytetarëve që do të jemi përkushtuar ashtu siç kam premtuar gjithmonë 24/7 do të thotë për të dhënë më të mirën e mundshme nga vetvetja ime. Kurse Nuhine Ziri, që në krye të Arcës erdhi 4 vite më parë e që sot detyrën ja dorëzoi Memishit, tha se gjatë këtij mandati me përkushtim ka punuar për realizimin e projekteve që kanë lehtësuar jetën e banorëve të kësaj komune. Andaj sot përmbyllëm në një bashkëbisedim të drejt për drejt me kryetarin e ardhje, zotin Daut Memishi, i cili mori detyrën përsipër për të vazhduar e veçanërisht projekte të cilat janë në rrjedhën e kohës së realizimit të tyre gjatë këtij viti kalendarik, i cili do të jetë në vazhdim të përmbylljes së tyre. Daut Memishi garën për të parën e komunës të fitoi nga rrethi i parë i zgjedhjeve lokale më 19 tetor. Përballë tij në garën për të parën e të Arcës ishte Nazim Taipi. Dallimi në vota mes Memishit dhe Taipit ishte 1392 vota në favor të Memishit, i cili kishte siguruar të përkthyer në përqindje 54.60% të votave. Draft raporti fundit i Komisionit Evropian për Maqedoninë e Veriut thekson se vendi nuk ka bërë ende hapat e nevojshëm për të miratuar ndryshimet kushtetuese. Maqedonia e Veriut duhet të intensifikojë përpjekjet e saj për të mbështetur sundimin e ligjit në veçanti, duke mbrojtur pavarësinë dhe integritetin e gjyqësorit dhe duke forcuar luftën kundër korrupsionit, theksohet në dokument. Ndryshimet kushtetuese për përfshirjen e bullgarëve si pjesë e popujve të përmendur në kushtetut mbeten parakusht thelbësor për hapjen e kapitujve të ardhshëm të negociatave të antarësimit në BE, siç përcaktohet në kornizën negociuese të miratuar në vitin 2022. Kjo gjë është ritheksuar edhe në draft raportin e fundit të Komisionit Evropian, të cilin e ka siguruar Radio Evropa e Lirë. Përkatësisht, në raport thuhet se Maqedonia e Veriut nuk ka bërë ende hapat e nevojshëm për të miratuar ndryshimet kushtetuese. Autoritetet kanë vazhduar të punojnë në hartat e rrugëve për sundimin e ligjit, reformën e administratës publike dhe funksionimin e institucioneve demokratike, si dhe në planin e veprimit për mbrojtjen e pakicave. Maqedonia e Veriut duhet të intensifikojë përpjekjet e saj për të mbështetur sundimin e ligjit, në veçanti duke mbrojtur pavarësinë dhe integritetin e gjyqësorit dhe duke forcuar luftën kundër korrupsionit.
Sa i përket vendeve të tjera të Ballkanit Perëndimor, Malizi vazhdon të jetë vendi që ka bërë më shumë përparim në procesin e antarësimit në BE, duke hapur të 33 kapitujt e negociatave dhe duke mbyllur 7 prej tyre. Në anën tjetër, Serbia kritikohet për mos respektimin e politikës së jashtme dhe të sigurisë të BE-s, pasi ende nuk ka vendosur sanksione ndaj Rusisë pas agresionit në Ukrainë. Komisioni vëren gjithashtu një polarizim të thelluar politik në vend të nxitur nga protestat masive që kanë vazhduar për më shumë se një vit, ndërkaq Bosnia dhe Hercegovina, sipas raportit, mbetet prapa në procesin reformues për shkak të tensioneve politike të brendshme dhe miratimit të ligjeve jo kushtetuese në entitetin Republika Serbe, të cilat minojnë funksionimin e institucioneve shtetërore. Kryetari i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Theodoros Rousopoulos, i cili ju drejtua sot deputetëve të Maqedonisë së Veriut, ai deklaroi se gjatë 30 viteve të fundit të antarësimit në Këshillin e Evropës, Maqedonia e Veriut ka treguar se pjekuria morale nuk matet nga mallësia, por nga aftësia për të dëgjuar, respektuar dhe pranuar. Bashkimi Evropian mbështet eurointegrimin e Maqedonisë dhe ndjek përparimin e vendit, deklaroi kryetari i Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, Theodoros Rousopoulos, i cili ju drejtua sot deputetëve të Maqedonisë së Veriut nga foltorja e kuvendit. Ai tha se 75 vjet pas nënshkrimit të Konventës Evropiane për të drejtat e njeriut dhe 30 vjet pasi vendi ju bashkua Këshillit të Evropës, historia e Evropës vazhdon. Çdo brez duhet të shkruaj kapitullin e vet, jo për të ndryshuar mendimet, por për të mbajtur gjallë premtimet, premtimin se ligji do të mbrojtë të doptit dhe se vërtet ato të mbjetoj propagandën, se dinjiteti njerëzor do të mbetet dhe do të jetë një masë e qytetërimit. Ai më tej shtoi se gjatë 30 viteve të fundit të antarësimit në Këshillin e Evropës, Maqedonia e Veriut ka treguar se pjekuria morale nuk matet nga madhësia, por nga aftësia për të dëgjuar, respektuar dhe pranuar. Në ato vite të hershme pata privilegjin të takohesha disa herë me një nga presidentët tuaj të parë, të ndjerin Kiro Gligorov, një pushtet i cili mbahet mend për moderimin e tij të qetë dhe besimin e palëkundur në pavarësinë dhe bashkëtesën paqësore. Ai dikur tha: "E ardhmja jonë është në Europë, por përgjithësia jonë është këtu. Ne duhet të provojmë se kombët e vogla mund të jetojnë në paqe dhe demokraci, dhe ju keni pasur sukses në këtë. Progresi juaj është i rëndësishëm dhe jashtëzakonshëm." Rousopoulos po ashtu ka takuar edhe kryeparlamentarin Afrim Gashi. Të dy kryetarët theksuan rëndësinë e bashkëpunimit parlamentar dhe iniciativave të përbashkëta që kontribuojnë në një dukshmëri më të madhe të Këshillit të Evropës në rajon. Gashi nënvizoi se përvoja e fituar përmes Këshillit të Evropës është me vlerë të veçantë për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian dhe se kuvendi do të vazhdojë të jetë shembulli i transparencës, dialogut dhe përkushtimit ndaj standardeve evropiane. Në muajin tetor janë regjistruar 16.801 shkelje të trafikut, ndërsa 121 persona janë arrestuar për drejtim të pamatur të automjetit. MPB sqaron se sipas ligjit për automjete, 480 automjete janë larguar nga trafiku për shkak se kanë qenë të paregjistruara, ndërsa 1.888 persona janë dënuar pasi kanë drejtuar automjeti pa patent shoferi. Gjatë muajit tetor, policia ka gjobitur 16.801 qytetar pasi kanë shkelur rregullat e qarkullimit rrugor. Ministria e Punëve të Brendshme sqaron se 4.821 shkelje ishin për shkak të tejkalimit të shpejtësisë. MPB thekson se 121 persona janë arrestuar për drejtim të pakujdesshëm të automjetit në përputhje me nenin 297A të kodit penal, nga të cilët 94 për ngasje në ndikimin e alkoolit, 4 për ngasje në ndikimin e drogës dhe substancave psikotrope ose prekursoreve, 15 për ngasje me shpejtësi më të lartë se shpejtësia e lejuar në vendbanim, 8 për ngasje me shpejtësi më të madhe se shpejtësia e lejuar jashtë vendbanimit. Gjatë muajit tetor janë evidencuar 4.165 kundërvajtje për parkim të parregullt. Janë shqiptuar 1.888 masa ndaj shoferëve që kanë drejtuar automjetit pa patent shoferi, si dhe 373 sanksione për ngasjen në ndikimin e alkoolit. Dhe në pajtim me dispozitat e ligjit për sigurinë e trafikut rrugor, janë sanksionuar 111 shoferë motorësh për mosmbajtje të helmetës mbrojtëse, si dhe janë sanksionuar 232 këmbësor dhe 63 shoferë të trotinetëve elektrik. Gjithashtu janë sanksionuar 942 pjesëmarrës në trafik, të cilat nuk kanë përdorur rripin e sigurimit.
MPB sqaron se sipas ligjit për automjete, 480 automjete janë larguar nga trafiku për shkak se kanë qenë të paregjistruara, ndërsa 176 për shkak të parregullsive teknike. Po ashtu janë sankcionuar dhe 145 shofer për errësim të paligjshëm të xhamave dhe një tjetër për përdorim të paautorizuar të pajisjeve sinjalizuese, ndriçuese dhe zanore. MPB njofton se kontrollet e trafikut do të vazhdojnë edhe në ditët në vijim dhe u bëjnë thirrje pjesëmarrësve në trafik që të respektojnë rregullat. Komisioni Regulatori Energjetikës njoftoi se nga mesnata çmimet e benzinave do të rriten për gjysmë denari, ku sipas vendimit të ri, Euro Super BS 95 do të shitet për 74 denar në litër dhe Euro Super BS 98 do të shitet për 76 denar në litër. Rritje për 1 denar do të shënojë edhe çmimi i naftës, i cili do të shitet për 71 denar për litër, ndërkohë çmimi i shitjes me pakici vajt ekstra të lehtë për anviseri nuk ndryshon dhe çmimi i me pakici mazutit rritet për 0,856 denar në kilogram dhe do të jetë 36,913 denar në kilogram. Të paktën 37 persona janë arrestuar të dielën në protestat antiqeveritare, ka bërë të ditur Ministria e Brendshme serbe të hënën. Qindra protestues antiqeveritare janë përleshur me mbështetësit e presidentit serb Aleksandar Vučić vonë të dielën. Të dyja palët janë përleshur në kulmin e një fundjavë tubimesh në kryeqytet dhe në qytetin e dytë më të madh të Serbisë, Novi Sad, ku ndodhi katastrofa pas muajsh demonstratash të nxitura nga zemrimi për dështimin për të mos ndjekur penalisht kënd. Konfrontimet kanë tronditur qeverinë dhe protestuesit kanë bërë thirrje për zgjedhje të parakohshme. Të dielën protestuesit ishin mbledhur pranë parlamentit në Beograd në mbështetje të një greve urie të nisur nga Diana Hrka, djali i së cilës ishte midis 16 të vrarëve, kur streha e një stacioni hekurullor të rinovuar u shemb. Hrka dhe mbështetësit e saj u mbajtën jashtë një gardhi që ndante një zonë me tenda në të cilën po qëndrojnë mbështetësit e Vučićit, të cilët kanë bllokuar bulevardin përpara ndërtesës së parlamentit që nga marsi. Përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Kaja Kallas, deklaroi gjatë një vizite zyrtare në Sarajevo se ka ardhur koha që mbikëqyrja ndërkombëtare në Bosnjë dhe Hercegovinë të përfundojë, por theksoi se kjo mund të ndodhë vetëm kur vendi të ketë ndërtuar kapacitete të plota për vendimarrje të pavarur. Gjatë vizitës së saj të hënën, Kallas u ndal edhe në kampin Butmir pranë Sarajevës, ku ndodhen pjesëtarët e misionit të Bashkimit Evropian për Paqe. Ajo vlerësoi rolin e këtij misioni në ruajtjen e stabilitetit dhe sigurisë në vend. EUFOR-i ka mandat për të përdorur forcën në rast se kërcënohet mjedisi i sigurt dhe i qëndrueshëm apo nëse strukturat e sigurisë rrezikojnë të shemben. Duke u referuar zhvillimeve të fundit politike në Republikën Srpska, Kallas tha se ata duhet të shihen si një mundësi për të qetësuar tensionet dhe për të forcuar besimin në institucionet vendore. Zgjedhjet e lira dhe të ndershme janë mënyra më e mirë për të rikthyer besimin tek qytetarët tek autoritetet lokale. Qytetarët e Bosnjës dhe Hercegovinës meritojnë stabilitet dhe një mundësi për të marrë frymë lirshëm, ka thënë Kallas. Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tha se grupi palestines Hamas është mjaft i vendosur të zbatojë marrëveshjen e armpushimit, ndërsa Izraeli ka një rekord shumë të keq. Izraeli ka vrarë mbi 200 njerëz të pafajshëm që nga marrëveshja e armpushimit në Gaza dhe nuk e ka ndaluar pushtimin dhe sulmet në bregun perëndimor. Nuk mund të lejojnë përpjekje për të aneksuar bregun perëndimor, për të ndryshuar statusin e Kutsit ose për të dëmtuar shenjtërinë e xhamis Al-Aqsa, ka thënë Erdogan në fjalën e tij hapëse në sesionin e 41 të Komitetit të Përhershëm për Bashkëpunim Ekonomik dhe Tregtar të Organizatës së Bashkëpunimit Islam në Stamboll. Presidenti turk po ashtu kritikoi masakrat në El Fashar të Sudanit, duke thënë se integriteti territorial dhe sovraniteti i vendit afrikan duhet të mbrohen. Askush që mban zemër në gjoks jo gur nuk mund të pranojë masakrat kundër civileve në El Fashar të Sudanit në ditët e fundit. Ne nuk mund të heshtim për këtë, ka thënë Erdogan.
Të paktën 20 persona kanë humbur jetën dhe qindra të tjerë janë plagosur pas një tërmeti të fuqishëm që goditi veriun e Afganistanit, njoftojnë autoritetet lokale. Bilanci i viktimave pritet të rritet ndërsa vijojnë operacionet e kërkim shpëtimit. Sipas shërbimit gjeologjik të Shteteve të Bashkuara, tërmeti me magnitudë 6.3 goditi pranë qytetit Mazar Sharif, një nga qytetet më të mëdha të vendit me rreth 500.000 banor. Lëkundjet ndodhen në orën 1 të mëngjesit me orën lokale në një thellësi prej 28 kilometrash dhe u klasifikuan në nivelin portokalli të alarmit që tregon për mundësi të larta viktimash. Zëdhënësi i Ministrisë të Shëndetësisë së Qeverisë talebane Sharaf Zaman Amar tha se më shumë se 20 persona janë konfirmuar të vdekur dhe mbi 320 të tjerë janë plagosur. Zyrtarët provincional thanë se për BBC se numri i viktimave mund të rritet pasi ekipet e shpëtimit ende po kërkojnë në rënoja. Tërmeti së hënës vjen vetëm 2 muaj pasi një tjetër tërmet me magnitudë 6.0 goditi rajonin lindor malor të Afganistanit duke shkaktuar mbi 1.000 viktima. Ky ishte lajmi i fundit për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen. Bashkë miru pafshim.